Atëherë, momenti kur Shtoni Mala i drejtohet Florit për dron, si shikon, a ka ngelur ndonjë grimcë dashurie nga e kaluara, apo ishte për të tërhequr vëmendje dhe për të marrë pak vëmendje nga Flori? Dëgjoj, të gjithë e dimë që në kur ti hyn në një reality show, ti do përdorësh çdo lloj elementi për të kapur audiencën. Duke ditur që Flori për momentin është një nga artistët më të kërkuar, për të ditur ku është, çfarë po bën, si qyshte, Sony ka shfrytzuar momentin për të pasur vëmendjen maksimale në ferm. Për t'i treguar njerëzve që shiko, unë jam kështu, ose unë kam këtë, kam këtë mbështetës, dhe në të kesh mbështetës Flor Mumajesin në këto kohë, do të thotë që ti je vlen, domethënë. Ajo ka dashur të tregojë, unë nuk e di nëse droni ka qenë me të vërtet nga Flori po ose jo. Kjo është pyetja që unë shtroj. Jo se a ka pasur audiencën e dur, patjetër që mediat do flasin, patjetër që portalet do shkruajnë, patjetër që njerëzit do aludojnë lloj-lloj, patjetër që do thuhet nëse ka pasur nostalgji ose jo. Por unë dyshoj që në këtë rast mund të ketë pasur një dron nga Flori. Pastaj dëgjoj, kur ka me të vërtet dashuri, gjithmonë në fund fare, me thënë drejtën, ngjelet një fije dashuri. Puthja që bëri Moza me Idirin mund të shikohet si një moment ngacmor, apo që kalon dhe përtej mentalitetit tonë si shoqëri puthja në buzë? Ajo ishte një puthje në buzë gazmore për lojë dhe ishte gjëja më normale. Dhe përsa i përket shoqërisë shqiptare, në shoqërinë shqiptare dhe kur kruan një kokë femra apo mashkulli, do thotë që ti ke diçka patjetër me atë. Mua më vjen keq që vazhdon të ekzistojë ky lloj mentaliteti, më vjen keq që në Shqipëri nuk po ndrohet kjo gjë. Domethënë ta bëjnë tjetrën dashnore dhe tjetrën dashnor me lehtësinë më të vogël të mundshme. Më duket, domethënë për mua është në thojza ignorance dhe më vjen keq nëse dikush ofendohet nga kjo që them, por realisht kjo pjesa ku ti duhet të paragjykosh tjetrin ose duhet ta etiketosh, a duhet t'i vësh dikën krah patjetër se ty të pëlqen që të jetë kështu, duhet të marr fund një herë mirë. Debati i Zhakut me Mozën, ku Zhaku hyri fillimisht për të mbështetur Mozën, pastaj debati kaloi në nota të ashpra ku Moza akuzoi për histori me ish bashkëshortin e saj. Okej, atëherë e para njëherë Zhaku nuk ka hyrë kur si një mbështetëse e Mozës, Zhaku ka hyrë si ish e dashura e ish burrit të Mozës dhe ka përdorur këtë trikun, sikur po hyn për Mozën, me idenë se do të peshkonte Mozën. Më vjen keq që Zhaku është tregu kaq të cekët që mund peshkoj apo mund të trikoj një mendje aq të bukur dhe aq zgjuar sa është Moza Ahmeti. Moza në këtë rast, për mua, Moza më tepër është peshkuar intelektualisht nga Kostana se sa nga Zhaku. Zhaku për Mozën është thjesht një personazh e cila është në momente deliri nga një... Shiko, a di se si më duket Zhaku mua? Zhaku më duket si në një ndërmarrje, Zhaku ka qenë drejtor esh dhe pas një viti e heqi nga puna dhe në pot një të ndërmarrje e emëroi specialiste. Domethënë, vjet ka qenë opinioniste, si vjet është banore. Për mua është përfundimisht është një lojtare që është e djegur, që nga hyrja, nga mënyra si hyri, dhe për më tepër është e djegur dhe për debatin pastaj që pati me Mozën. Ajo që Moza i tha, domethënë mënyra se si ja shtroi të tërë debatin, i tregoi fare qartë Zhakut që unë ty të njoh shumë mirë, unë nuk presa asnjë mbështetje nga ty. Kështu që ishte evidente kjo gjë. Dhe nëse mund ta vini re, Zhaku tani ka kaluar në plan të dytë, domethënë as kamerat ndonjëherë nuk e kapin. Madje unë ndonjëherë them a është në shtëpi po apo jo. Atëherë, po Kostana si të duket si banore e re, a të pëlqen apo të duket sikur është futur sa për të trazuar ujrat? Shiko, unë Kostanën ta preferoja që kishte hyrë që në fillim, jo se tani nuk e preferoj absolutisht. Për mua është një nga lojtarët më të mençura që është aty, dhe më të guximshme, sepse duhet kesh parasysh që në një reality show që për fat keq në Ferma VIP është kthyer në shoqëria show, unë kam thënë shpesh herë, sepse po të vësh re, kasti është i ndarë në dy pjesë dhe ato njerëz që nuk janë pjesë e këtyre dy grupeve, që njërat janë aktorët e filmit Pashaporta dhe pjesa tjetër janë shoqjet e Arbanës, janë këto 2-3
kokra që janë jashtë këtyre që të dyja grupeve dhe janë këto që po bëjnë në fakt diferencën. Moza e para, Kostana është e dyta, Malbora që e treta, po që tashmë nuk është më pjesë e lojës. Dhe po të vësh re, janë këto njerëz që nuk kanë filtra, janë këto njerëz që i dalin mballë edhe opinionistëve dhe produksionit, i dalin mballë agajit, nuk kanë frikë që të kthejnë përgjigje se mund të prishin një marrëdhënie jashtë. Sepse ti, në qoftë se ti fut në një reality show, shok e shoqe me njëri tjetrin që janë që nga jashtë dhe njihen, patjetër që ata do ta ruajnë njëri tjetrin deri në fund. Ti nuk e ke një reality show, ti ke një falso show aty. Kështu që Kostana, ndryshe nga gjithë të tjerët, një lloj si Moza, vendosi që ti dali ballë produksionit, analistëve, opinionistëve, çfarë mund t'i quaj. Po të them për shembull rastin e fundit kur ishte në Prime edhe që i doli kundra tentativës së shëmtuar për ta kthyer Mozën në një grua 62 vjeçare në moshë e cila pëlqente djemë të ri. Në qoftë se do të kishim jetuar jashtë ose ky reality show do të ishte jashtë, do të ishte diçka shumë normale. Po për sa kohë ne jetojmë në Shqipëri dhe e dim se çfarë mentaliteti është në Shqipëri, është një gjë që bëhet kastile për ta dëmtuar Mozën si personazh. Sepse unë mendoj dhe vazhdoj ti bie fort këtij faktit që produksioni ka lojtarin e tij të preferuar brenda që duan të japin çmimin. Nisur nga kjo, Kostana, me sa unë kam kuptuar si një vajzë që është një nuhatse shumë e mirë të tëra këtyre situatave, vendosi që këtë lojë ta priste në mes dhe ti thoshte atyre stop se neve juve po ju kuptojnë se ku doni të dilni. Për këtë arsye dhe ju ndërpre fjala, për këtë arsye ju fik edhe mikrofoni për të bërë të kuptonte që shiko Kostana ti duhet pushosh se nuk duhet flasësh më. Por gratë e forta në këtë rast, siç ishte Kostana dhe Moza, nuk e ndërpren fjalën, por përkundrazi vazhduan. Kështu që për mua Kostana duhet kishte hyrë që në fillim sepse do të ishte një element shumë interesant dhe shpresoj që të zgjasë sa më shumë brenda. Zakonisht njerëzit që dalin kundra produksionit dhe kundra opinionistëve penalizohen dhe pa dashje dalin me një thyrje rregulli apo ku diun. Me që se jemi tek Moza përsëri, veprimet e Mozës duke mbajtur afër bluzën e Adionit që shikohen si ndjenja nga ana e fermerëve, mendon se kanë gjetur një shashk ku të gjuajnë Mozën? Kjo pikërisht ishte ajo që po thoja, domethënë këtë tentoi të bënte edhe produksioni, që veshin dëgjoj. Po flasim për Mozën, për një njerëz që i sqaron gjërat shumë mirë dhe unë nuk e di pse njerëzit nuk arrin që ta kuptojnë akoma. Të thuash unë kam dashuri për atë djalë si artist, më jep një vibe shumë të mirë, mos e Moza është 62 vjeç, saçi Shadioni ka vajzën. Është gjyshe tashmë Moza. Dhe ta duash një njerëz në kuptimin e fjalës si e vlat, si një njerëz që ti e ke shumë të dashur, realisht sepse do ti aty do afeksionohesh. Dhe të veshësh bluzën e tij si një kujtim për ta pasur edhe një herë pranë vetes tënde. Të quhet dashnor ose të quhet pëlqim për mua është, domethënë është nuk e di, është marrëzia më e madhe, ose janë shumë ignorant, ose janë shumë të ligj. Sepse duhet të jesh shumë i ligj që të fillosh të perceptosh të tilla gjëra. Kështu që për mua është skandaloze dhe më vjen shumë keq që vazhdon edhe diskutohet ky ose kjo temë, sepse është komplet pa vlerë, është gjëja më e pa vlerë që mund të ekzistojë. Domethënë ti përfundimisht mirë midis një djali dhe një vajze që po të njëri me tjetrin mbi dashnor, po edhe midis një gruaje në moshë dhe një djali të ri, po të ketë një lloj afeksioni, qoftë artistik, qoftë human, ose nuk ka asnjë gjë të keqe po të duash një njerëz në kuptimin e mirëfill të fjalës. T'ja bësh pëlqim seksual është për mua është thash o ignorancë ose ligësi. Më vjen shumë keq që nisur nga kjo Soni Malaj në këtë rast për mua ka dalë dhe ignorante dhe e ligë. Si po të duket dashuria e Olës me Adionin dhe të duk se Ola me të vërtet u pendua në momentin që doli nga ferma apo thjesht e ndjeu që do të eliminojë edhe për të dalë me kokën lart, le të themi, përpara publikut? Ola e penduar për dalë nga ferma, përkundrazi mua Ola më është dukur më e lumtur se kur për e penduar për vendimin dëgjoj, unë kam thënë dhe do ta rithem. Ola ka bërë gabimin e jetës që e ka thënë atë fjalë në live show në Prime. Por Ola nuk bëri asnjë gjë tjetër vetëm sa ndoqi rrugën e shtruar nga Arbana. Domethënë, karma është një
pik tashti. Kur për sa kohë ti mua ma turmenton një fjalë si normale, unë e kemi thënë dhe bashkë, Einsteini ka gabuar, Nikola Tesla ka gabuar, mendje të mëdha ka gabuar, një mendje si moza që është një mendje e madhe ka gabuar. Patjetër, ti mos e normalizo, ti mund t'ja vësh në dukje personit tjetër, po mos e normalizo, sepse po e normalizove, atëherë bëhu si Jezu Krishti, që po më gjuhajt e një njërë anë, po të kthej edhe faqen tjetër. Ose kthej edhe njerë, bëj një retrospektiv të tërë ngjarjes, kthej edhe njerë dhe atëherë dëno dhe mozën, dëno dhe Olën. Kështu që jo, nuk e besoj se Ola është penduar dhe kam për ta menduar njërë dhe për fundja se ka bërë një i vetëm gabim thash, është pjesa që e tha në Prime dhe e tha në live show. Letja linte, siç themi neve shqiptarët, derri në dorë atyreve që e nisën këtë si lojë. Dhe jo ta merrte përsipër, pastaj ta mbyllte duke i ngelur Olës derri maç, sepse nuk u fillua nga Ola, u vazhdua nga të tjerët dhe i ngeli derri Olës. Po jo deri shoku i Arbanës, po deri maç që është në ato letrat e asaj të Bixhozit. Po dashuria e Olës me Adionin tani është, a të duket e vërtet? Po patjetër, përsa kohë shoh familjarët që takohen njëri me tjetrin, përsa kohë shoh që ai shkon për vizitë tek familja e Olës, dhe përsa kohë shoh babain e Olës që takohet, patjetër, domethënë ta rrit tallja pastaj deri këtu, kjo pastaj është akoma dhe më e paimagjinueshme. Por që kjo nuk ekziston absolutisht. Unë shikoj një lloj lidhje që më në fund u kurorëzua ajo që ata kishin frikë që ta bënin brenda për shkak të mentalitetit, se në Shqipëri është ky problemi, që ti vuan nga mentaliteti, nuk vuan nga kjo nga dashuria, vuan nga mentaliteti, dhe për sa kohë ti ishe pjesë aty edhe të gjykojnë, të vjen një familjar që dhe ajo mua deri diku ka pasur pikpyetjet e saj, por në momentin që ti del, ti merr përsipër me vërtet mbi shpatulla atë që ti ke bërë, edhe do që ti ta vazhdosh, do thotë që dashuria është e vërtetë, se po të mos kishte dashuri të vërtetë, askush nuk kishte detyruar me pushk në kokë që të shkojë të takojë një familjar. Deri tani kush të pëlqen më shumë nga opinionistët e Fermës? Le të themi deri tash për mua është Endil Shkira, ajo që është e vetmja opinioniste aktualisht në Ferm. Dy të tjerët janë thjesht komentues lagjeje të ulur tek shkallët e pallatit që marrin nëpër gojë të gjithë njerëzit që kalojnë përpara.